mizërisht me bombë në një sulm terrorist para 14 vjetëve. Erdhëm edhe këtu që të përurojmë ndërtesën e re të administratës tatimore të Kosovës, ku në krahun tim të majtës dhe drejtori udhëheqësi Mentor Hyseni e pam një objekt jashtëzakonisht të përshtatshëm për punë. Gjithsej në 3 niveli janë rreth 1000 m2, për i tyre 750 m2 janë të tillë që janë renovuar, ndërka 250 m2 janë aneks që janë bashkangjitur, janë dikun rreth 30 zyra, 11 toalete, klimatizim, ngrohje, kushtet moderne për punë dhe këtu tash do të shërbehen qytetarët, banorët e komunave të regionit më të gjerë të Mitrovicës. Është një ditë e gëzuar për shtetin e Kosovës dhe për të gjithë qytetarët në veri e në jug, shqiptar, serb, bosnjak e të tjerë, sepse Republika nuk bën dallime sipas etnisë, përkundrazi kujdeset që të shërbejë të gjithë qytetarët sipas të drejtave të tyre dhe sipas nevojave që kanë. Prania jonë këtu është dëshmi e përkushtimit ton për mbledhjen e tatimeve dhe njëkohësisht për shërbimin e duhur e publik ndaj qytetarëve.